Ka qenë një intelektual par excellence. Albatros, ke rënë në temën në fakt që unë gjithmonë kam dashur të pyes. Me gjithë përvojën që ke, gjithë informacionin që ke, qoftë në atë kohë, qoftë pas lufte, sot kur jemi 25 vite mbrapa, këto krime, që ne i quajmë krimet e pas luftës, realisht i themi gjitha krimet pas luftës, ndonë se nuk janë, disa janë Enver Maloku është miner pas lufte, Enver Maloku është gjatë luft, gjatë luftës realisht, Zoti Mustafa është me njëherë pas. Po gjitha këto vrasjet të cilat qonin në polarizim të skajshëm të shoqërisë. Në fakt në ndarjen e krahut të luftës së krahut paqes që ishte kështu ndarja më e madhe ndonjëherë historike e shoqërisë tonë. Ndarje që në fakt ne hymë edhe në luftë me këtë ndarje, hymë edhe në rezistencë të armatosur me këtë ndarje, mes Farkut edhe. Kur gjë nuk është polarizimi sot shumë çka ka qenë atëherë. Absolutisht. Ky polarizimi atëhershëm, sot kur naleshëm mendon, ishte investuar nga jashtë apo ishte i brendshëm? Jo, sikur që ky tash që s'na ka investu kush, është pjellë e budallakut tonë. Edhe ideja që me pa tjetrin jo si rival, po me pa si armik. Pra Albatros Rexha nuk mendon që ka pasur dorë Udba, Serbia? Ja, ne kemi qenë tërësisht aftë që ta krijojmë atë përçar, atë gjë me njëri tjetrin. Tash unë nuk e përjashtoj mundësinë që të anash aty dikush me pas bënë gjë, po si gjë, si produkt, ajo mos durueshmëria me njëri tjetrin, ajo ka ka qenë tërësisht produkti jone. Do të thonë fakti, gjithashtu, ne përballë asaj konfliktit që kemi pas me armikun shekullor, kemi pas edhe këtë gjë të vogël, e cila fatmirësisht ka përfundu but, ka përfundu but. Shumë mirë se son shumë shoqëri tjera, nëse ndalesh me mendu, po, nëse është statistikë. Ndonë se ka dhimbje për. Absolutisht, ne krau që kemi qenë pak më militant i presidentit të Rugova. Për shembull, unë është një gjë shumë interesante, unë me asnjë gjë si kam taku proveniencës LDK-s. Arsyeja pse unë jam u bëra për krahas i presidentit ka qenë kryesisht aksidentale, edhe ka qenë tërësisht i faktit që te presidenti pash një person me cilin unë bashkëndjeva. Përndryshe si formim në momentin kur unë e deklarova veten si një farlloj rrugovisti, unë kam pas probleme me familjen time. Sepse familja ime ka qenë tërësisht i njeh mirë, domethënë krahun tonë, tërësisht militar, tërësisht njerëz të hunit e të kanopis, si thuhet. Por unë thoya që nuk është e vërtetë që ky njeri është si e paraqit një ju, domethënë presidenti ka diçka pak më tepër. Por neve që na shihnin si militant të presidentit, domethënë nuk na kanë lënë rahat, flasim realitetin. Ne kemi vujt shumë, unë kam 3-4 atentate të mbijetuara. 3-4 atentate të mbijetuara, është gjë që janë gjëra që unë i kam tejkalu. Janë gjëra që njerëzve caktuar dhe ja u kam fal. Janë histori që sikur nëse tregohen ato